juridik mund të bëhen të gjithë. Dëgjoj, nuk ka pas prokuror që kanë dëshkuar në këtë vend edhe kohën e sistemit. Po më gjete një deklaratë ndërkombëtare të rëndësishme, jo OJF ndërkombëtare, që të kundërshtoj arrestimin e Sali Berishës. Po ka qenë në sinkron me Dumanin e gjithë linja. Okej, atëherë me kë jeni ju atëherë? Me ndërkombëtarë. Jo, unë jam me të vërtetën. Jo ndërkombëtarëve që vinë dhe kanë shitur 200 milionë euro reformën drejtësisë kanë abuzuar në të vend. Dumani do të dalin këto fakte që them unë që ishin dalin. Unë them tani, prita të çoj analizën se nuk duhet të futem në raste të veçanta. Pra, Dumani ka bërë atë që i është kërkuar, të thyet miti i të pathyeshme në Shqipëri. Dhe kjo ndodhi, dhe e bëri shumë mirë, dhe unë gjithmonë i referohem me asaj që Spaku për mendimin tim e ka kryer misionin e vet, sepse nuk i futem emrave, ka çuar për ndjekje penale një president, ish president, ka çuar për ndjekje penale një ish kryeministër, një ish zëvendës kryeministër, ministra pafund, një kryetar bashkie më të rëndësishëm në detyrë. Pra nuk ka mbetur më. Por jo, po them për nivelin e rëndësishëm. Çfarë ka bërë me dosjet më të rëndësishme Denis? Si çka ka bërë? Çka ka bërë me Megoni Goldfrimu që është një nga çështjet. Po çfarë dosje që ka prekur në sistemin politik. Po ai thon po e hetoj, tani çfarë them unë tani? Kur më Denis po mbyll mandatin, kur të vi djali Dumanit Spak atëherë do të parë. Një sekond, edhe një herë, se analiza bëhet me fakte. Pasi ka mbaruar këtë mision, ai, për mendimin tim, do të marrë një detyrë më të rëndësishme se sa një prokuror i zakonshëm Spaku. Nuk është çudi që ai të futet dhe në nivelet larta, në institucionet e larta nesër ose të futet në politikës. Nuk ka asnjë gjë çudi këtu. Edhe politikës futet politikës aty pastaj. Jo, shiko, jo e ke gabim. E ke gabim Harakiri. E ke gabim për parim. Këtu ndajemi pak pse? Sepse këtë gabim që thua, politika ka bërë dikush tjetër përpara. E ka bërë ai po dakord. Po, e ka bërë edhe Di Pietro Mumbi. Nuk ka rëndësi. Gjithçka duhet të kesh parasysh një gjë. Që mos jetë kështu. Politika jon ka nevojë për njerëz me integritet. Dhe unë për shumë po t'jap dhe një emër tjetër që doja preferoja në politik, kryeprokurorin e përgjithshëm. Orës Çela. Po pikërisht pra, këta njerëz i duhen politikës së re, se politika e sistemi i vjetër po degradon tash. Po Denis politika ti bësh pjesë si këta që janë aty. Po jo mos zotëri se nuk politika perceptohet si palë, perceptohet si gjë. Dëgjoj, në politikë një sekond, nuk bësh pjesë. Do të kthehem unë për Orës Çelën. E diti që Orës Çela është një nga prokurorët e Toyota Yaris. A pra mirë, kem përgjigje më. Mos u fut tani në çështje. Okej, në rregull. Kjo është çështje marrën përsipër. Tani kjo është analiza për Dumanin. Dumani ka bërë një vizitë shumë të mirë në Amerikë, erdhi këtu me lajmin e largimit, që do të thotë është rakorduar tërësisht me partnerët amerikanë. Më shumë gjas edhe për pasuesin e tij, i cili do jetë pikërisht njeriu që të dyja palët do kenë në rënd dakord. Avokat, gjitha dosjet se këtu pak a shumë e kam edhe me Denisin. Domethënë për sa i përket dosjeve më të rëndësishme të paktën të denoncuara nga opozita, nuk po flas për të tjera, po të denoncuara qartësisht nga opozita, si inceneratorët apo Megoni Goldbardi më duket kërkoi sot një komision hetimor për këtë çështje. Pra, si e vlerëson nga kjo pikpamje punën e Dumanit, për sa i përket le të themi hetimit mbi dosjet kryesore që le të themi përfshin edhe element shumë të rëndësishëm për sa i përket sistemit tonë politik, ekonomik edhe financiar. E kuptova pyetjen. Unë uroj që Spak mos punoj thjesht sipas orekseve politike që kanë partitë apo krahet politike në Shqipëri. Po në rastin konkret. Dakor, po goditja e liderit të opozitës nuk do të dalë aty. Tani, nëse ti do të dëgjosh të avokatët e maxhorancës, thotë çfarë po bëhet me 21 janari, çfarë po bëhet me Gërdecin. Pra, ka dy linja, se janë dhe këta në hetim nga Spak. 21 janari dhe Gërdeci, okay. Po pra, ndërsa nga krau tjetër, çfarë po bëhet me rastin me Gonigal, çfarë po bëhet me inceneratorët, çfarë po bëhet me gjithë ato raste ku në fakt ka shumë nga pjesa e maxhorancës. Unë uroj që Spak nuk lufton dhe nuk punon në përditshmërinë e vet, në kuptim të hetimit me ngjurim politik. Nëse do bëj këtë, unë uroj që mos e bëj. Ti e beson këtë gjë? Unë dua që mos u ndodhë. Zotri, e beson që Spak nuk ka ngjurim politik? Shiko, unë jam avokat, unë jam jurist dhe po pra qëndroj vërtet atë që thua, në opinion bërje mo jo kam dyshimin gjithmonë me vete. Dakor, këtu po pranoj që ka dyshim, po. Unë jam duke thënë që nëse do ndodhi një gjë e tillë, pra që kur del kryeministri do duhet arrestosh këtë, do duhet bësh këtë, Spak
ka rënë. Pra gjitha kjo është thjesht një prokurori politike. Arrestimi Veliaj perceptohet i Dumanit si punë, unë do të rry, perceptohet si punë e Dumanit apo si punë e Ramës? Kush e ka kryer arrestimin e Veliajit? Mund të them vetëm një gjë. Sepse ka një gjë, nuk mund të themi që SPAK punon mirë sepse ka bërë prokuroria më. Të lutem, nuk po themi që punon mirë se ka arrestuar Veliaj dhe punon keq kur ka arrestuar Berishën apo Metën. Nuk funksionon këtë. Por e gjithë të japi hakun për atë që kanë bërë më. Nëse do të japi drejtësi, të gjithë këta nuk do të ishin në këtë masë trënguese. Këtu fole si jurist. Po, nëse pyet mua. Po Dumani, pse se bën këtë që thoni ju? Unë jam duke thënë që në rast ju e nxorët kamikaz Dumani me këtë argument, pra mbaroj loja, s'kam çfarë, nuk ka koment, më mbyll emisionin e do, mbaroj. E tha pra, mbaroj më. Jo më jo e tha. Në Shqipëri janë jashtëzakonshme dhe jo proporcionale. Pikërisht me rëndësinë e faktit dhe me çështjet. Nuk ka asnjë lloj rreziku, nuk ka pas një rrezik Sali Berisha për tikur. Personi i fundit që mund të ikë nga ky vend mund të ishte Sali Berisha, është po njëri iku përparim. Ja pra iku, ta shpjegoj edhe ai që iku e kuptoi që e donte pas hekurave jo Dumani. Po, pra, dakord. Donte pas hekurave Edi Rama. Është tjetër gjë kjo analizë politike. Dhe bëri mirë që iku. Po më them që fakti që iku do tregon që ka njerëz që edhe mendojnë ikën. Nuk është pa gjë. Dhe po i themi diçka. Se po e marr si shembull. Ka shumë nga e majta që thonë që gabimi i Erën Veliaj ka qenë pikërisht fakti që nuk iku. Sepse mund të ke pasur dhe informacion caktuar. Tani, të gjithë këto teori diversioni që dalin, si nga Imate, si nga djathtë të tjera, e vënë faktikisht në një situatë totalisht dyshuese SPAK. Dhe kjo është e padiskutueshme. Madje nuk ja mohon dot askujt këtë gjë. Unë vazhdoj dhe i qëndroj e saj që thash qysh në kryet herës, që pavarësisht nga gjithë këto situata, pavarësisht masave jo proporcionale në kuptimin e masave shtrënguese, nëse SPAK do arrijë që këta të shpallën fajtor në gjykatë me vendim formës prerë, Dumani, për mendimin tim, do duhet të jetë hero në këtë vend. Përparim se po e ngarkon SPAK-un më shumë se sa duhet. A ishte sot rekursi në gjykatën e lartë, mos gaboj, për Ilir Metën? Pse se la gjykata e lartë? Pra, çdo gjë është vendim gjykate. Pra kërkesa është tjetër gjë. Pikërisht pra, pse se la gjykata e lartë Ilir Metën sot Ilir? Do se ka përfunduar, gjithçka ka përfunduar. SPAK-un do duhet ta ndajmë nga gjykata. Po pra, kjo është pavarësisht se mund të jetë nivel më i lartë të hetimit, paktën pretendohet. Gjykata e ka prokurim, është thjesht një organ prokurie, një organ akuzë. Thjesht ngre akuzën. Nëse nuk do kishte një gjykatë e cila lën fuqi vendimarrjen e SPAK-ut, absolutisht i bie gjithçka. Pra, sepse do duhet dalë, prandaj them në gjykata lartë sot, pse nuk e la të lirë Ilir Metën? Ma shpjegon dot? Në kuptimin e dyshimit të arsyeshëm bazuar në prova që kemi të bëjmë me marrjen e masës sigurim, të masës shtrënguese. Në rastin konkret, nëse po themi ja ka futur kot SPAK-u, nuk mundet dot që gjitha gjykatat në këtë vend, madje deri në gjykatën kushtetuese po thuhet se kanë shkuar gjithë këto çështje, kanë ngelur fuqi. Pra në një farë kuptimi, ky organ akuzë thotë të lutem. Unë kam bërë një kërkesë të bazuar në prova, po flas gjithmonë për masën, se më pas kuptimin e themelit do jetë një gjykim i zakonshëm, po thuaj se të gjithë ata, se nuk ka gjykim shkurtuar, aty do shikoj pasaj, aty është lufta e vërtet juridike. Dhe do zgjasin, këto janë procese do zgjasin. Nëse do kishin 2 apo 3 të përfunduara, ne mund të ishte ndryshe dhe unë prandaj them që realisht suksesi final i punës së Dumanit do të ishte shpallje fajtor i gjithë këtyre të akuzuarve të nivelit lartë nga gjykatat shqiptare. Ndërkohë, Almer, sot, dje ka patur një diskutim dhe unë po të lexoj, domethënë nga Këshilli i Evropës, se kemi këtë postim, ka patur një vizitë të drejtoreshës së zgjerimit të Komisionit Evropian Valentina Schuperti në fokus të puna e rëndësishme e SPAK-ut në luftën kundër krimit organizuar. Ja ku janë fotot pas me Almer, së shpejti presim të mirëpresim zotin Dumani në Bruksel, ku ai do të paraqesë arritjet e SPAK gjatë mandatit të tij, një kontribut i madh në luftën e Shqipërisë kundër korrupsionit në nivelit lartë dhe krimit organizuar, si edhe në përparimin e vendit në rrugën edhe antarësimin të BE. Pra e bën punën e SPAK-ut një nga le themi momentet më të rëndësishme për sa i përket hapjes së rrugës integrimit në Shqipëri. Si e vlerëson këtë faktin që nga Bashkimi Evropian kemi
këtë lloj qëndrimi jo më larg se dje. Kontribut i madh në luftën e Shqipërisë kundër korrupsionit. Arritje e madhe. Shqiptarët tani janë më të lumtur, do hanë me luk floriri, shqiptarët do shkojnë drejt Europës, do derdhen në xhepat e shqiptarëve do hyjnë para pa. Jo, po kush ka argumenti që ky pas këtij është Rama, kur BE-ja del dhe thotë që një nga arsyet ka hajdut me origjinë me pasaportë amerikane, ka dhe hajdut me pasaportë europiane, nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Ai Gonzato është një i punësuar dhe paraardhësi i tij që ka qenë aty, ka qenë njëri i cili është akuzuar për marrëdhënie intime me një deputet të PS-s dhe kur ja kanë përmendur këtë gjë ka qepur gojën në sulmet që bënte. Kemi treguar që Romana Vlahutin, ideatorja dhe mbështetësja e reformës drejtësi bashkë me Donald Du, kanë rezultuar persona me ndikim politik në Shqipëri dhe Romana Vlahutin ka një vilë 3 milion euro te Rolling Hills. Këtë do t'jap këtë argumentin ty për të shpjeguar këtë takimin me këta. Tani të rikthehem avokatit unë sepse mbaj shënim. Ka e posedon. Mirë, të lutem. Keli, nxirë pa kronikën e vilës ta mori vesh. Zotri posedon një vilë 3 milion euro në Rolling Hills. Romana Vlahutin, njeriu që mbështeti reformën drejtësi kur u votua, që draftoi reformën drejtësi. Do bëra ato të ardhura. Po si ka pra i ka të pa justifikuara pra. Pra, e para, dhe më përmendi, le të rikthemu. Jo, do mbaroj ju e kam me Redin, nëse nuk i njohim as BE-n, as SBA, mos na nxirr kot apo se s'ka kuptim tim komplet. Ta them unë pra. Jo, po them që nuk ka ndikim në Shqipëri. Po lërë mua t'ja bën argumentin tim të kundërt. Po nuk ka kuptim, refuzoj atë kot. Unë do të refuzoj për sa kohë ata vinë në emër të SBA-s. Dhe në emër zoti Romana Vlahutin punojësja George Sorosit. Bashkëshorti George Soros. Kjo është zyrtare e BE-s dhe vjen këtu edhe ka zero ndikim. Ore, kjo në jetën tonë brendshme shqiptarëve ka zero ndikim. Ato le të japin. Ore, ato po e suportojnë SPAK-un. Po jo drejtimin e tu. Unë kisha me Redin që mos ai silton nëse nuk i pranojmë në Po si pranoj jo, ti mund i pranosh. Unë kam opinionin tim. Unë argumentin e Almerit. Unë do të qëndroj gjithmonë te e vërteta sipas vërtetës që unë mendoj. Denisi le ta njohë, le thotë sa bukur janë veshur. Takimet Dumanish i frytshëm, ta po mbështesin, ta babin para. Ku po shkojnë paratë amerikanëve? Ku po shkojnë pra? Cilat janë efektet juridike? Fleti, a thua Shqipëria tani duhet të jetë izoluar komplet. Jo, mos jam unë kam izoluar, kjo nuk është tregues. Ma hodhi Redhi si argument, do un po i them, zotri, nuk po thua që vetëm zëri i vërtetës në këtë vend është vetëm opozita. Jo, më fare, opozita ka një malë maskarene atje brenda më. SBA, jo, ka treguar që Juri Kim, ish ambasadore, u kthye si drejtoreshe një kompanie që vjedh 90.000 euro atje në Vlorë. Diti dy tigrat. Është vërtet kjo? Dgjoj, ky është debat që duhet ta bësh me kolegët amerikanë. Po jo, mos bëj me kolegët amerikanë. Ti më thuaj mua, unë po t'jap argumentin tim. Ti përgjigje për Juri Kim, unë sa jap dot përgjigje. Rregull, pra ti nuk do të përfshirë, le të përfshihem unë. Ma lër mua këtë lloj këto serioziteti. Do të them diçka. O Redo, shumë mirë mo, takimi të rikthehemi në atë që dorë Denisi. Të jeni më kështu, më open minded. Një takim shumë i mirë. Ata që 2 metat që kemi, pra këto gjëra që ne kemi. Jo më shumë mirë, le ta trajtojmë kështu. Jo, mos na luajnë. Unë nuk i përjashtoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo më jo fare. O zoti avokat, zoti Çaça. Takimet e zotit Dumani ka qenë periodike me të gjithë strukturat mbështetëse të këtij vendi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe. Por është dhe Unioni Afrikan. Është normalitet. Të gjithë është interesant, Unioni i Afrikës. Të gjithë këto takime që janë kryer me zonin Dumani, unë nuk mendoj që kanë sjellë produktivitet. Vetëm kanë shtuar interesin dhe kanë treguar që ata janë të vëmendshëm ndaj SPAK-ut sepse nuk duhet të shkrihet të bëhet tjetër gjë. Tani unë do të rikthehem disa pikave që kanë mbajtur shënim për ato që përmendëm në studio. Tani vizita Dumanit në SBA. Unë t'i them di një lajm ekskluziv këtë gjë, edhe për këtë më përgjithësi. Zoti Dumani është kritikuar dhe është kërkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të godasi grupet e Durrësit, që të jetë më agresiv në luftën kundër krimit të organizuar, që të jetë më konkret në luftën krimit të organizuar. Shumë mirë kanë bërë. Pika e parë, pika e dytë, i është kërkuar në atë vizitë atje në 5 shtator që dosja e Belinda Ballukut, e cila është dosja e tunelit Llogaras, së bashku në këtë dosje përfshirë me 2 prokurorë, Altin Dumani dhe Dritan Premçi, ka telefonuar Dumanit Premçin, nga atje ka urdhëruar që të përgatis urdhër arrestin për Ballukun dhe Premçi nuk ka pranuar, që tha hajde bëje vet. Ky zotëria nuk e ka bërë. Pra më le të dyshoj mua. Po jo më ta them këtë, kjo është ti sigurisht do të marr për sipër unë, ma lër mua dorsin. Ti ma lër mua dorsin. Ma lër mua dorsin. Jo rregull, sigur. Tani, kjo gjë nuk është kryer. Tani, më shton mua dyshimin që Dumani është i pavarur, është i varur apo si avar askush, apo e kontrollon vetëm Rama. Pa hajde pra ta argumentojmë, këtë njeri i cili kryen të gjitha... Nuk ka pas për politikën
Si? Zotri, ka pas porosi për arrestimin e Belinda Balluku dhe nuk e ka kryer. Këtu më lë të dyshoj unë shumë gjëra. E para, e dyta. Tani të nxjerr, fal një minutë. Jo, po tek ajo që ti. Tani duam apo s'duam? Zotri, a kemi rënë dakord dhe deri diku kemi thënë se kjo lloj. Keli, më afro që kamerën këtu, Keli. Po një sekondë. Jo, më afro. Një minutë. Këtu lexon Ministri Belinda Balluku, zotri. Ma afro Keli kamerën. Po. Do ta tregoj unë çfarë është kjo. Kjo është porti i Limionit që dy oligark ja kanë dhënë në mënyrë të palishme portin e Sarandës që është pronë me status të veçantë të sigurisë kombëtare. Belinda Balluku ka firmosur që të zhvillohet, pra, dhe Dumani këto e ka me dokument, ja ta ke firmën. Por e ka me firmë, a je dakord? Dakord. Edhe këtu Spaku, këto e kam unë, Spaku nuk vepron. Ndërkohë shkon me oligarkët, zotri. Kush ja dha oligarkëve, sepse sot ka pas kontroll në shtëpitë e dy biznesmenëve që janë në punë të tyre, të cilët me lishmëri, pa lishmëri ata janë përfshirë në këtë aferë. Por kush ja dha këtyre njerëzve këtë pronën, portin e Limionit në Sarandë, që është pronë me një status veçantë që rrezikon sigurinë kombëtare të Shqipërisë. Nuk duhet të jepet për zhvillim për vila, sepse është një pikë strategjike për ruajtjen e sigurisë kombëtare. Kush ja dha? Ja pra, firma Belinda Balluku, Keli. Atëherë, këtë e kemi ne, dhe Spaku nuk vepron, themu Spaku takoj këta europianët, pindën e uja aty. Unë e kuptoj dhe Almirin. Jo kupto faktet ka shumë fatikisht edhe se Almeri që kanë këtë lloj patusi me doza sovranizmi, absolutisht ka asgjë të gabuar. Jo, sovranizmi është e vërteta. Ta them unë pse. Këtë lloj, po themi qasje, e dëgjojmë shumë. Pse po çfarë janë amerikanët, janë sorosist, çfarë janë europianët, çfarë bëjnë këto etj. Ne deri diku të gjithë kemi pranuar këtë lloj pjelle që Spaku që një farë kuptimi ka qenë në ndikimin direkt të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Të gjithë e kemi pranuar këtë. Madje të gjithë ata 140 dele shkuan atje, ngritën dorën që kjo të ndodhte. Tani nuk mund të vim sot të themi që kjo që ne e dham atëherë, por nuk e dinim si do ishte, ç'a do ishte. Është njësoj se nuk duhet të dalë në sa në shumë vende. Nuk kam koment politik, nuk jam profesor politik. Ne ngritëm. Hajde të masim produktivitetin e Spakut. Gjykatë speciale. Por nuk e dini që do na merret edhe ne. Nuk ka kuptim. Siç është rasti në Kosovë. Po. E qartë. Po pra po, sepse gjykata speciale hipte avionit e Rama këtu dhe binte deputetët atje pra. Këtë po them pra. Po bëj një paralelizëm, pra nuk mund të themi ose do e pranojmë pikërisht ashtu siç u ngrit dhe kush do të jenë efektet dhe deri kur ka fat pikërisht kjo lloj ndërhyrje e veçantë, se e the edhe ti vet, pra është ndërhyrje ad hoc. Janë gjëra pothuajse të jashtëzakonshme, sepse përndryshe në këtë vend e kemi pranuar që drejtësia në këtë drejtë ka qenë. Tani, a mund ta bëni më mirë këtë reformë drejtësie? Hajde, dakor, këtu mbaj temën, këtu mbaj diskurin këtu. Duhet ta bëni më mirë, patjetër që po. A ka dhe gjithë dyshimin në mënyrë absolute nuk e ke vetëm ti, e kanë të gjithë. Madje qytetarë shqiptarë, intelektualë të vendet të tjera. Intelektualët se populli jep drejt. Është realisht i pavarur apo jo? Të më thuash edhe mua që ke dyshime, po edhe unë kam dyshimet e mia. Se disa herë ka disa kryqëzime, po themi në rastin konkret, dhe nuk janë çdo gjë nuk është rastësi. Pra jo çdo gjë është rastësi, që ishte rastësi kjo që ndodhi. Ky lloj arrestimi, kjo lloj mënyre pas, nuk e di, pas një deklaratë të kryeministit apo pas një diçka e tjetër, pas një vizite të caktuar, ka ndodhur edhe këto, dhe gjithë kemi këto dyshime. Puna është që ky lloj institucioni duam apo s'duam, e ka bërë këtë gjë, ka pasur guximin ta bëjë. Se sa ka abuzuar dhe nëse ka abuzuar më pas, të gjithë do të jenë përpara ligjit. Po, dakor. Dhe këtu duket se çfarë pavarësie gjyqësori po kërkojmë të bëjmë, çfarë reforme drejtësi po kërkojmë të bëjmë. Sepse ne kemi parë, të lutem. Juve jeni pjesë e sistemit. Jemi pjesë e sistemit. 30.000 dosje gjykatë lartë. Sa janë gjykatë apelit? Po nuk ka. Vetëm një dosje minimaliste për të marrë pagën e shkarkimit pa drejshëm nga puna ka 10 vjet më zotri. Një shkatrim i sistemit drejtësisë. Një bullshit ka ndodhur këtë vend. Dhe mbahen peng pra këto vende. Sepse nuk ka burime rezor, nuk ka gjyqtar. Ka 31 gjyqtar në gjykatën e apelit, në fakt do të kishte 78. Pse nuk ka? Sepse këto vende mbahen pikërisht për këto pozicione, KPK, KPA, KLG, ILD, mbahen për këto pozicione, të cilët janë ex officio që shkojnë dhe bëhen gjyqtar. Dhe nuk futën të tjerët në sistem, që i përmbushin gjitha kriteret. Dhe normalisht i kemi pothuajse të gjitha gjykatat që kanë probleme me gjyqtar, kemi gjitha prokurorit që kanë probleme me prokuror, madje nëse doni, kemi shumë prokurori që kanë probleme dhe me hetuesit.
me atë që ne quajmë APG. Pra oficer policisë gjyqësore. Pra do të thotë që sistemi ka probleme. Ka probleme me burimin njerëzor me njerëz. Pa njerëz nuk e bën dot. Pikërisht me ato mirë apo u bë keq që bëm reformë. Është bërë keq, po them, është bërë kjo lloj reforme, është bërë më keq në kuptimin më e mundshëm. Duam apo s'duam? Dhe çfarë bën? Por t'i vën një vul pikërisht kësaj lloj mënyre të keqe të bërit reformë, bën edhe hartën gjyqësore. Duke i çuar të gjithë njerëzit në gjithë Shqipërinë në një gjykatë që nuk mban më shumë se 30 persona brenda. Ja, unë sapo isha. Kam qenë të gjykata administrative, po e di. Gjykata apelit një herë. Të gjykata apelit. Se gjykata administrative hajtë jam munduar pak, kam bërë dhe një lushje. Se çfarë ishte lushje, është për të diskutuar, po s'po hyn kësaj pjese. Ky apelin Tiranë, një ka vetëm. Gjykata apelit. Kishte paktën masa sigurie apo? Kishte sot. Kishte shumë masa sigurie, po unë besoj që nuk ka qenë ky thelbi, po themi, dhe nëse do dua të hym në themel të asaj që ndodhi, po kjo është një histori tjetër, po hym sot se kemi diskutuar këtë. Pra, duam apo s'duam, ne tashmë kemi një SPAK, e kemi të ngritur. Ky SPAK do duhet të ecë vetë tashmë. A ka mundësi, ky ka shkuar, unë e kam thënë që ky ka shkuar në klasë parë. A do ta ketë pra po hyn më në vitin mbështetjen pa hyn në klasë parë, a ecën dot vetë pa pasur këta amerikanët? Në shqyrtje Të lutem, a ecën dot vet pa shkuar ambasadori amerikan apo ambasadorja që të bëjë një foto? A ecën dot vet pa qenë aty Eurali Obdat? Po këtë pra jemi duke thënë. Këtë po flasim. Nëse ky ecën vet dhe ecën në të pavarur, i bën një shërbim këtij vendi. Në pavarur, hajde ta diskutojmë. I vjen mirë Almerit, i vjen mirë përparimit apo kujtdo, dhe ç'a arreston është histori tjetër. Mjafton që të krijohet dhe mjafton që të bëj punën në të paanshme, të pavarur nga politika, se u munduam që të krijojmë një organ akuze që mos varet nga politika, se këtu kemi qenë Almer. Pavarësisht se sot i mbrojmë dhe trumbetojmë që kemi pirë verë një herë përpara se shkojmë gjykat, që do të marrim 15-0. Në këtë vend kemi qenë. Tash mos u hyjmë asaj. Nuk i lavdëroj fare këto lloj veprimesh edhe këto